Bismillahirrahmanirrahim. Feja jonë fisnike islame, si fe solide dhe program jetës për njerëzimin që Allahu e ka bërë për ta, qëndron mbi kondita dhe shtylla solide dhe të fuqishme, dhe është pikërisht namazi si ibadeti përditshëm që i Madhi Zot i ka obliguar besimtarit ta falin, bashkë me agjërimin përfaqësojnë 2 nga 5 shtyllat kryesore të Islamit. Prandaj rëndësia këtyre 2 ibadeteve shihet dhe bashkimin mes tyre është i pakontestueshëm për shkak se ato përfaqësojnë konditat dhe shtyllat mbi të cilat qëndron feja jonë. Prandaj investimi në to, kryerja e tyre, njohja e mirë e tyre dhe angazhimi në to përfaqëson investimin më të madh që besimtari mund të bëjë për ta rregulluar jetën e tij. Sinqeriteti është cilësi që duhet ta kultivojmë gjithë ne, është kusht themelor për pranimin e çdo ibadeti. Prandaj agjërimi, pa kurfar dyshimi, përfaqëson kulmin e sinqeritetit dhe raportet tona të sinqerta me krijuesin e gjithësisë, Allahun te baraka ve taala. I Madhi Zot xhalla xhelaluhu në një hadith qudsi për agjërimin thotë: çdo vepër e birit Ademit është për të, veç agjërimit, ajo bëhet shumë ekskluzivisht për mua dhe vetëm unë shpërblej për të. Që i bie se agjërimi si koncept investon në sinqeritet dhe bëhet vetëm për të Madhin Zot. Gjithashtu edhe ibadetet e tjera po se po, por se në ibadetet e tjera ka mundësi që njeriu të shoqëroj edhe ndonjë lloj syefaqësie, ndërsa kjo s'vlen për agjërimin sepse në agjërim robi krijon raport shumë individual dhe personal mes tij dhe Zotit të tij. Prandaj kjo është vlera e këtij ibadeti kaq të rëndësishëm dhe me vlerë, por se edhe namazi si shtyllë fesë dhe ibadet i përditshëm është i kushzuar me sinqeritet dhe lidhje të fortë në mes robit dhe Allahut te baraka ve taala. Prandaj agjërimi e kalit sinqeritetin dhe namazi vetëm me sinqeritet të plot, larg çdo syefaqësie, është vepër e pranuar te Allahu te baraka ve taala. Allahu te baraka ve taala është shumë i mëshirshëm, prej emrave të tij fisnik është edhe emri Ar-Rahman dhe emri Ar-Rahim. Dhe prej mëshirës së Allahut ndaj nesh është se ai na ka obliguar gjëra që ne duhet domosdoshmërisht i kryejmë, por se për to ka premtuar shpërblim të madh. Kur flasim për namazin si shtyllë e fesë, atëherë duhet kujtojmë se i dërguari alayhi salatu wassalam është pyetur se cila është vepra më e dashur te Allahu te baraka ve taala, dhe ai sahabiu të nderuar i është përgjigjur duke i thënë as-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e vet. Prandaj muaj Ramazan vjen si një shans e jashtëzakonshme që besimtari ta forcojë në zemrën dhe mendjen e vet, ta ngulit se Allahu te baraka ve taala ja ka bërë obligim namazin 5 herë në ditë në mënyrë që ai në mënyrë të vazhdueshme të jetë i lidhur për të. Dihet mirëfilli se Allahu është i pasur, ai nuk ka nevojë për ne, por se ne kemi nevojë për të. Por përkundër kësaj, Allahu i mëshirueshëm, Allahu i mëdhnueshëm na ka urdhëruar neve në mënyrë obligative që 5 herë në ditë të lidhemi me të, në mënyrë që ne të vjelim nga mirësitë e këtij ibadeti. Ka mundur Zoti që namazit na obligoj 1 herë në javë, ka mundur të na obligoj 1 herë në ditë. Para ai e ka obliguar 5 herë në ditë në kohë të ndryshme të ditës, siç është namazi i sabahut, paralindjes diellit, namazi i drekës, namazi i kindis, i akşamit dhe yatsis, në mënyrë që ne asnjëherë të mos ndajmë përmendjen e Allahut dhe adhurimin ndaj tij. Së ndryshe, në namaz kemi një pjesë të tij e cila përfaqëson elementin më fisnik namazit, ai është sejdja, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, më së afërmi robi Zotit të vet është kur ai bie në sejdë. Prandaj Allahu na ka urdhëruar që brenda një dite atij t'i bijmë në sejdë për 10 herë dhe me këtë të jemi afër tij. Gjithsesi, veç namazit, edhe agjërimi përfaqëson një ibadet jashtëzakonshëm, që thujese është i pakrahasueshëm gati me të tjerët. Një sahabi kishte kërkuar nga pejgamberi alayhis salam dhe i kishte thënë: "O i dërguari i Allahut,
më urdhëron me një gjë, më mëson një gjë që Zoti do të më bëj shumë dobi prej saj. Ai kishte thënë të këshilloj me agjerim, sepse me agjerimin nuk ka. Namazi përfaqëson lidhjen ditore të robit me Allahun te bareke ve taala. Ai bëhet ekskluzivisht vetëm për Allahun dhe jo për dikë tjetër. Megjithatë, pejgamberi alayhi salatu vesselam na ka mësuar se namazi në xhami me xhamat është shumë më i vlefshëm se sa namazi vetëm apo në shtëpi. Dhe kjo për shkak se me bashkimin tonë në xhami ne solidarizohemi, lidhemi, flasim për hallet e njëri tjetrit, nevojat që kemi dhe si qenje shoqërore që është njeriu forcohet dhe lidhet më shumë dhe në këtë mënyrë afrohemi te Allahu edhe më shumë. Ramazani vjen si një muaj i bekuar në cilin veç namazeve të përditshme që kemi dhe namazin e taravive që ne e bëjmë në xhamit tona me xhamat dhe kjo padyshim se na ofron shumë më afër njëri tjetrit, solidarizohemi më shumë dhe Allahu i bashkon zemrat tona më shumë se që i ka pat bashkuar para Ramazanit. Në këtë formë, kur ne takohemi në xhami, atëherë bisedojmë mes veti, adhurojmë Allahun te bareke ve taala në namazin e taravive dhe në këtë formë i forcojmë edhe më shumë lidhjet tona. Gjithashtu, elementi i rëndësishëm është se muaji fisnik vetë se na bashkon në xhami në taravi, e që taravit janë edhe hieshia e Ramazanit, dhe këtu bëjmë një ftesë që të gjithë njerëzit brenda mundësive tyne të vinë në shtëpitë e Allahut në xhami të falë namazin e taravive, për shkak se është një bereqet dhe begati dhe një heshi e Ramazanit. Por ajo që vetë se bashkohemi në xhami, neve na bashkon pashmangshëm edhe sofra e iftarit, familjet i bashkon, ato afrohen, ato duhen njëri me tjetrin dhe në këtë formë dashuria mes vete dhe lidhja me njëri tjetrin shtohet edhe më shumë në Ramazan, e specifikisht kur ne i gëzohemi fort sofrës së iftarit, çu ka thënë pejgamberi alayhis salatu vesselam, agjëruesi ka dy gëzime, një gëzim ka në iftarin e tij dhe gëzimin tjetër kur ta takoj Zotin e tij.